unë personalisht nuk kam qenë në tavolinën e diskutimit, as Alianca s'ka qenë pjesë e këtyre debateve e dialogut për zgjedhjen e këtij gërgjit. Normal që duhet cilët si i barabartë me partneret, në këtë rast me qenë se zoti Kurti e ka pushtetin, është në qeveri, e ka komplet qeverinë, e shtetia që të negocoj deri në gjetjen e një zgjidhje në mënyrë që vendi të mos shkojnë zgjedhje. Nuk mundet opozita ta gjejë zgjedhjen, nuk mundet opozita ta gjejë zgjedhjen përderisa nuk po ofron zgjedhje. Në fakt, me atë çfarë po dëgjoj, me atë çfarë po deklarojnë edhe përfaqësues të partive opozitare që i ka ftuar në takim, po edhe me atë çfarë po dëgjoj se çfarë po thotë zoti Kurti, po shifet se ai i ka ftuar në takim në mënyrë që t'ja vej fojën edhe të viktimizohet në një farë forme para popullit, se unë isha për zgjedhje, unë ju afrova kaq ministri, unë afrova kaq pozicione, ndërsa këta nuk pranuan, edhe unë mendoj që koha që zoti Kurti të viktimizohet ka përfunduar dhe nuk e mendoj që dikush do ta bind dikend që në këtë proces zoti Kurti është i papajshëm. Po, Kadriaj, keni qenë në disa raste kritik edhe për përgjigjet pozitive që i kam pas Hamza dhe Abdigjiku për t'ju përgjigjur ftesës Kurtit për takim. Ju keni thënë që edhe po t'ju ftonte Albin Kurti në diskutime për këtë çështje nuk do të shkonit. Këtë e kanë thënë edhe Haradinaj edhe Ardian Gjini, sa i kam ndjek. A konsideroni që janë shfrytzu politikisht Hamza dhe Abdigjiku, tash kur dihet që s'ka marrëveshje, a do duhet vepronin ndryshe, cila është pikpamja që e keni për kolegët nga opozita? Jo, secila parti politike ka orientimin e vet, ka programin e vet, e ka të drejtën me vepru ashtu siç menojnë, sepse secila parti ka organe drejtuese, ka këshill përgjithshëm, ka kryesi të partisë. Për vendime të tilla vendosin organet e partisë dhe secila ka të drejtën të veprojë. Po, pikrisht pse Abdigjiku i është përgjigjur pozitivisht Kurtit, Haradinaj ka thënë që s'ka pse të takohet pastaj me kryetarin e LDK-s që ti tregoj se çka i ka thënë Albin Kurti në tavolinë. Pra, ka ekzistuar një përplasje në distancë, megjithatë, pikrisht për shkak të kësaj qasjeje. Ne ju e dini që kemi qenë të hapur si Aleancë dhe gjithmonë kemi kërkuar që ta kemi një dialog të partive opozitare ose një blok opozitar në mënyrë që të jemi më të fuqishme edhe në mendime edhe në qëndrime. Megjithatë kemi një bashkëpunim, kemi një